Pushteti ka finalizuar ligjin për qeverinë, i cili duhet të gjendet para deputetëve gjatë javës së ardhshme. Ndryshimet e ligjit me të cilat ndër të tjera insistohet në shfuqizimin e qeverisë teknike, javën e kaluar ju prezantuan koordinatorëve të grupave parlamentare nga Ministri i Administratës Publike Goran Minçev. Për këtë zgjidhje ligjore ka pasur vërejtje. Bojan Stojanovski nga VMRO-DPMNE përsëriti se për zgjedhjet e ardhshme do të ketë qeveri teknike me ndryshimin e ministrive, por pas zgjedhjeve ajo të shfuqizohet. Ai pret që ta votojë edhe opozita. Aj neka stigne prvo zakon od собрание, pa ќе видиме дали нема да гласат. Zato što така се изјаснува и претходно за некои прашања за некои закони, дека ќе гласат, па нема да гласат, дека нема да гласат, па ќе гласат, нека стигне, па ќе видиме каков ќе биде нивниот став. Даваме демократска можност, нека важи техничката влада сега, нека победат на избори, потоа нека одлучат самите што ќе прават. Por nga LSDM mbeten në qëndrimin e tyre se qeveria teknike, e cila është miratuar me konsensus dhe me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare, duhet të mbetet. Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s Oliver Spasovski në një deklaratë për televizionin 21 tha se do të presin që pushteti ta dorëzojë ligjin e pastaj do të shprehen se si do të votojnë. Ky është një ligj, megjithatë ne jemi kundër dhe konsiderojmë se duhet të mbetet qeveria teknike e cila është miratuar me konsensus të gjitha partive politike me garanci të Bashkimit Evropian dhe SBA. Le të dorëzojnë atë ligj, pastaj të shohim çfarë do të dorëzojnë. Ka në të ndonjë tekst, ne japim vërejtje, pastaj në fund do të shohim se çfarë do të bëjnë. Qeveria e fundit teknike duhet të zgjidhet për zgjedhjet e ardhshme, të cilat nëse mbahen të rregullta do të zhvillohen në vitin 2028, që kur u dakordua në vitin 2016, deri më tani ka pasur 3 qeveri teknike, të udhëhequra nga Emil Dimitriev, Oliver Spasovski dhe Talat Xhaferi.